إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Selamat ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij, duke lutur Allahun që të jenë prej atyre besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit Xhalla Xhalaluhu do të shpjegojmë shkurtimisht domethënien e një kapitine të Kur'anit, një sure të Kur'anit që s'ka dyshim që të gjithë ju këtu e dini. Dhe është prej kaptinave të shkurtra në shkrim dhe në versete, po është me domethënie shumë të madhe. Bëhet fjalë për Kul Huwallahun që neve na i kanë mësue baballarët dhe nënat tona sa kemi qenë të vëgjël, një sure që krejt e dim, Kul Huwallahu Ahad, por që domethënien e saj ndoshta nuk e dim. Njerëzit e tjerë, fetë e tjera kanë thënë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ardhur jehudët dhe kanë thënë, ne e adhurojmë Uzairin, birin e Zotit. Kështu kanë thonë jahudit. Kanë ardhur të krishterët dhe kanë thonë, ne e adhurojmë Isaun, birin e Zotit. Kështu kanë thonë të krishterët. Kanë ardhur zjarputistët të Resulullah dhe i kanë thonë, ne e adhurojmë diellin dhe hënën. Kanë ardhur idhujtarët Mekas dhe i kanë thonë, ne e adhurojmë idhujt dhe melajket, bijat e Zotit. Subhanallahi amma yaquluna uluwan kabira. I pastër dhe i patmeta është Allahu Jalla Jalaluhu nga fjalët e tyre të kota. E Allahu ja zbret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam këtë kaptin ku thot Kul Huwallahu Ahad. Thuaj Muhammed atyne që Allahu është një dhe i vetëm. Allahu Samad, Allahu është absoluti, që krejt krijesat i drejtohen atij me lutje dhe kërkesa dhe me nevoja. Lem yelid wa lem yulad wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Zoti Jalla wa Ala as ka lindur, as nuk e ka lind askush. Wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Dhe atij askush nuk i është i barabartë. Kjo është domethënia shkurtimisht e Kul Huwallahu që ne mësojmë të dashur vëllezër. Thuaj Allahu Ahad, Kul Huwallahu Ahad. Allah është i vetmi. Nuk ka nevojë për ortak, nuk ka nevojë për fëmijë, nuk ka nevojë për prindër, sepse Allah është krijuesi i gjithësisë. Allahu Jalla wa Ala është krijuesi i gjithësisë. Ai që ka fëmijë është i nevojshëm për diçka. E lën trashëimtar pastaj fëmijën. E ai është krijes, nuk ka krijues. Krijuesi i gjithësisë është i pavarur. Kul Huwallahu Ahad, Allahu Samad. Allah është absoluti në cilësitë e tij. Krejt krijesat i kthehen atij me nevoja dhe me kërkesa. Është i përkryer Zoti Jalla Jalaluhu në të gjitha emrat dhe cilësitë e tij. Është i përkryer në madhinë e tij. Është i përkryer në fuqinë e tij. Është i përkryer në urtësinë e tij. Është i përkryer në madhninë e tij Jalla Jalaluhu, në butësinë e tij, në dijen e tij. Është absoluti në të gjitha çështjet. Lem yelid, s'ka lind Zoti Jalla wa Ala, është i pari dhe pa fillim dhe i fundit dhe pa mbarim. Ai që lind është i dopt, sepse ka nevojë për diçka. Zoti s'ka nevojë për asgjë. Wala yulad, s'ka lind askën. Këtë besim e ka Islami. Këtë sure e ka zbrit Allahu Jalla wa Ala Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai cili s'ka nevojë për asgjë. Thuaj o Muhammed, fjalët e tyre janë të kota, bindjet e tyre janë të kota,
Allahu Jalla wa Ala thot surën Maryam, wa qalu ittakhadha ar-Rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda. Ata thanë që i gjithë me shërshmi ka fëmijë. E Allahu thot, laqad ji'tum shay'an idda. E keni pru një fjalë, o ju besimtar. E keni thonë një fjalë të madhe të shëmtuar shumë. A që shëmtuar është kjo fjalë, se që Zoti thot, tekadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. A që shëmtuar është kjo fjalë, thot Zoti, sa që qiejt kënë të uqa nga kjo fjalë. Toka këtë pëlsit nga kjo fjalë. Kodra kënë të ubohi edhe të luhen, kur ju thatë që Zoti ka fëmijë, pastër dhe i patmeta është Allah. Pastaj Zoti thot, wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Nuk është e udhëzve që Zoti të ketë fëmijë, se s'ka nevojë për asgjë. Nuk ka nevojë Zoti për asnjë, as për neve, as për kërkon hiç. Thot Zoti, in kullu man fi s-samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda. Çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, vetë se ka për t'i ardhur Allahut abda, si rob, jo si diçka tjetër. Rob të tij jemna. Pastaj thot Zoti, laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Allahu Jalla wa Ala fort mirë thot ju ka numëruar, ju ka evidentuar me këtë fjalë. Edhe çdo kush për juve, atihi yawm al-qiyamati farda, ka me ardhur te Zoti fard, një ka një keni me ardhur. Qysh jeni ardhur në këtë dynja një ka një, edhe ta i kem me dalë një ka një, dhe keni me dhanë përgjegjësi për këtë fjalë të shëmtuar. Ky është Zoti jonë. Ky është Zoti jonë që ne e besojmë. Për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ku Allahu Jalla wa Ala thot, më mohoi biri Ademit, edhe nuk ishte e udhës për të që të më mohoi mua. Pastaj thot, më fyu biri Ademit, më shau, thot Zoti i biri Ademit, edhe nuk ke e udhës për të që më shau mu. Më mohoi, tha, kur tha që unë nuk muj me ringjall ato pasi që e kom vdek. E Allahu tha, te une është e njëjtë, si krijimi herën e parë, si ringjallja për mua është e njëjtë. Më fyu, tha biri Ademit, edhe më shau kur tha që unë kam fëmijë, e unë tha s'kam nevojë për fëmijë, sepse unë as nuk kam lindë, thot Zoti, as nuk kam lindur, si unë s'është askush, Jalla Jalaluhu wa taqaddasat isma. Për këtë thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam në një hadith, nuk ka më durimtar me robërit e tij se sa Allahu Jalla Jalaluhu. Nuk ka më durimtar me robërit e tij se sa Allahu Jalla wa Ala, sepse thot i përshkruajnë fëmijë, edhe ai ju jep shëndet, edhe ju jep me hëngra me pi. I përshkruajnë fëmijë, Ta'ala Allah, i pastër dhe i patmeta është Allahu Jalla wa Ala. A e dini çfarë sure dini përmend Allah? Apo e dini domethënien e saj? A bini ndesh ndonjëherë me kul huwallahu ahad, Allahu samad? A këndoni ndonjëherë me këtë bindje? Edhe a falenderoni Allahun që ne nuk e fyjmë Zotin Jalla wa Ala, e që këto ditë fyhet shumë, çdo ditë fyhet shumë, çdo ditë fyhet shumë Zoti Jalla Jalaluhu. E ne jemi pjesëtar të dinit që nuk e fyjmë Zotin, po i bëjmë njësojmë atë, i bëjmë tauhid atij, e adhurojmë vetëm atë, e madhnojmë vetëm atë, i bëjmë tasbih vetëm atij Jalla Jalaluhu wa taqaddasat isma'u. Toka e cili kënë të qa për këtë fjalë, e Zoti i nali mës më u qa, mës më u prish, mës më u shem, kur e fytën Zotin Jalla wa Ala. Dashur vëllezër, vlera e kul huwallahu është e çmadhe, se shikon hadithet të veçanta. Një prej sahabeve radhiyallahu ta'ala anhu, çdo recat në namaz e ka lezu. Çdo recat në namaz e ka lezu kul huwallahu ahad. Dhe kanë shku te Resulullah dhe i kanë thënë, oj dërguami i Allah, filani çdo recat namazit e lexon kul huwallahu. Resulullah ka thënë, shko vetën, pse e lexon? Kanë shku i kanë vetë, ka thënë, wallahi, vetëm dashuria që e kom për këtë sure, e cila sure na tregon
për cilësitë e mëshirshmit unë e lexoj. Tha Allahu, tha shkon lajmëroje që Allahu e don këtë njeri vetëm pse e don surën Kul huvallahu ahad. Allahu pra e don një njeri, një besimtar i cili e don këtë sure dhe e lexon shpesh. Një sahabe tjetër, një shok i pejgamberit, ka qenë imam në Mesjidul Quba në Medinë. Sa herë që e ka lexuar një sure të Kur'anit, e ka lexuar në fund edhe Kul huvallahu. Sa herë në çdo recat që ka lexuar sure të Kur'anit, në fund e ka përfunduar me Kul huvallahu ahad. Dhe i kanë thonë xhamati o hoxh, ka thonë po lexojmë bre edhe Kul huvallahu ndajma. Ka thonë mjaftohem me njënën sure, ja me një përpara, ja me Kul huvallahu. Tha vallahi, dashje me pranu tha imam që shtu tha mirë. Jo ja tha ala këtë imam Allah. Ama Kul huvallahu tha sela tha namaz. Nuk e la tha. Shkun të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanoi dërguri Allahut, kështu po bën imami jon. Dhe shko vetën, pse e bën këtë punë? Shkun e pyetën sahabën, i thanë pse ti e lexon Kul huvallahu mas çdo sureje? Tha wallahu i dërguri Allahut, e lexoj sepse janë cilësitë e Allahut xhalla wa ala në to. Tha wallahi, për shkak dashurisë që e ki për këtë sure, kjo sure ka mu bo shkak që ti me hinë xhenet. Që ti me hinë në xhenet. Një njeri tjetër e lexoi Kul huwallahun në namaz të natën, edhe ju dok që pak po lexon, sepse nuk dinte sure tjera, e dinte veç Kul huwallahu. Edhe shkoi nesrit në mëngjes te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha oj dërguri Allah. Tha unë në namazin tim tha lexoj Kul huwallahu, tha se nuk di tha tjera, është e shkurtër. Tha nashti se kom boll namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jam, pasha Allah. Kul huwallahu tha është 1/3 e Kur'anit. Kul huwallahu ahad është 1/3 e Kur'anit. Me lexu 3 herë Kul huwallahu, nëse me lexu komplet Kur'anin me sevap, për shkak se i ka cilësitë e Zotit xhalla xhelaluhu. I ka cilësitë e Zotit. Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu transmeton një hadith tjetër ku thotë se Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ndëgjoi një prej shokëve vet duke e lexuar Kul huwallahu ahad në namazin e tij. Resulullah tha u bë obligim. U bë obligim. Ebu Hurajra tha oj dërgumi Allah, çka u bë obligim? Tha wallahi ju bë obligim me hyrje në xhenet. Ju bë obligim me hyrje në xhenet, sepse kjo sure është sure e ikhlasit. Emni i saj është kaptina e sinceritetit, sepse njeriu duhet me qenë i sinqert me Zotin e tij. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam atë shumë e ka vlerësu këtë kaptin, sa që sa herë që ka ra me fjet, i ka bot dur të bashk, e ka lexu Kul huwallahun, felekun nasin, ka pështy 3 herë edhe ka fërku tër trupin. Kështu ka vazhdu 3 herë, me rujtë Allahu xhalla wa ala nga shejtani i mallkuar. Me rujtë Allahu nga shejtani i mallkuar. Andaj dashur vëllezër, këtë Kul huwallahu që ne e kemi, që ne ka dhënë Allahu xhalla wa ala ali, që ne ka bë pjesëtar të dini, duhet me ia ditë vlerën. Duhet me falendëru Allahun xhalla wa ala që jemi pjesëtar të dini, që jemi musliman, që jemi prej atyre që e dinë Kul huwallahun, edhe ja dim domethënien, edhe e besojmë fort dhe fuqishëm që Allahu është një dhe i pashoq, lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, si kur ai nuk është askush, ati nuk i ngjason askush, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, i pastër dhe i patmeta është Zoti jon nga ato që i veshin jo besimtarët. Allahu xhalla wa ala është absoluti në të gjitha cilësitë dhe emrat e tij. Të gjithë krijesat i drejtohen atij me nevoja. S'ka nevojë për askënd. Është i pari dhe pa mbarim, i fundi dhe pa mbarim, i pari dhe pa fillim. I shkputur nga krijesat e tij, mbi 7 qiell që i ka krijuar mbi arshin e tij, ashtu siç i takon madhnisë së tij. Kjo është Zoti jon. Ai ka krijuar të gjitha krijesat, e krijoi Ademin prej asgjëje. E krijoi Ademin kur nuk kishte krijesa tjera. Njeri as nuk pat nevojë për mashkull as për femën më herët. E krijoi Havën prej një mashkulli, pa pas nevojë për femër. E krijoi Havën në nxorr prej Ademit.
Ademin e krijoi pa pas nevojë për gjini të mëhershme, as femën as mashkull. I tha kun fayakun, u tha bëj ajo bë. E krijoi Havën prej një mashkulli pa pas nevojë për femën. E krijoi prej Ademit s'pat femën nevojë. E krijoi Isaun alayhis salam prej një femre pa pas nevojë për mashkull. E krijoi Isaun alayhis salam prej një femre pa pas nevojë për mashkull. Edhe të tjerët i krijoi prej një femre dhe një mashkull. Kjo është Zoti ju. Kjo është fuqia e tij. Kjo është madhnia e tij. Kjo është ai i cili duhet t'i drejton krijesat dhe jo ta thyen atë çdo ditë. Elhamdulillah që në ka bërë pjesëtar të dinit. Elhamdulillah që jem musliman. Elhamdulillah që jem prej atyre njerëzve që e madhnojnë dhe e lartësojnë Allahun e lartësuar. Subhanallahi amma yaquluna 'uluwan kabira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.